zësha me vëzit. Ditën e dytë, pa të më thonë që dosh me him më shliru, pa ta him me vëzit edhe pa ta të qa. 2 herë ku më kerën. Pe bojna një ASMR. Po besoj që pe dini ku jam, bas pavjes për mas, edhe që kom dorë. Njerë që më njohin e din që unë e kom punu në Red Bull, edhe jam kanë si studio marketeer, e sot po du m'ja ndërgu eksperiencën tam, se që kom bo, edhe se I love being here. Po du m'ja ndërgu prej fillimit punës deri kur e kom përfundu punën në Red Bull, që shkum kalu edhe qka kom bo. Red Bulli është një prej eksperiencave të mija që I'm so thankful që e kom bo, edhe bile që shkom apliku këtë më punë u kanë tepër, se di, u kanë tepër veç hajt. Agnesa ka punu me do projekte me Red Bullin, edhe ma pat propozu shumë me punu këto, për arsye që është tepër fun, e dalin, Para si me hi këto më punë, më kam pak person kështu ma imbuilt, nuk ka që kom dalë shumë. Edhe e pash që e kanë qitat linkun për me u bo student marketeer. Student marketeer është me punu me këto kerët e Red Bullit, me shku, me shpërnda Red Bulla si pas misioneve, pak ma thjesht për ja u spikoj. Pa ta apliku me qatë link, edhe pa ta apliku të age që jam kanë në shpet, të doja, do me thonë. Edhe jam kanë kështë pytjet mi bo me kamerë, do me thonë, vika aty pytja të veç ki me prek record edhe me registru edhe me show. Pytjeve ju pa ta përgjigj te për hajt, se desha që s'ku mu pranu, nuk e di pse, edhe veç e pa ta bo kështot. Thesha hajt bre veç bo qatë bot, edhe kur njët tem s'ma pat marrë menja që më thire një intervist. Aty një prej kushteve u kanë që do është me dit me vozit edhe ki lejen. Ona e kesha lejen, po s'kisha vozit kur. Se çdo shqiptar tjetër që nuk ja u len qikave të veta kerën, e veç tonë, jo t'i zden. Edhe, anyway. Më thirën një intervist. All of the sudden, më kanë thirë një intervist. Edhe qatë det, tepër u pata një sikletaf, të isha qysh më thirën, hajt, jo s'përshkoj, edhe pata shku. Edhe u pata kanë vonë, edhe një ndërsanet ma kritike në Red Bull është mos mu vënu. Do me thonë, se thutit që kash ora vi, qa që do të më kanë. Anyway, unë pata vënu, edhe pata hi në intervist, edhe mi pata më bo do pytje, të cilat ju më kanë shumë që deqme për mu, se jo në gjdo intervist më kanë veqa si pytje, do me thonë, ju më kanë kësi pytje ti për qëll. Unë e kresha kështu ma zyrtar, s'ke ma adin se hej, në Red Bull, me hi me punu worldwide, hajdi kështë Red Bulli. Pata kry intervistën, edhe tepër pata një shlirë kështë që ata që më kanë marrë në intervistën më kanë tepër të mirë. Edhe, anyway, u pranova në Red Bull, edhe njësa me punu. Dita jam e parë, i pata thonë asoj qikës, di me vëzit, po edhe nuk di me vëzit. Dita jam e parë e punës, se më kanë tepër sikletaft. Se mu doke që s'ko me mujt me bo. Puna u kanë me dalë në teren, me krejt vendet e Kosovës, do me thonë pej, Gjakov, Prizren, kudo që kena pas misioni, kena mujt me shku. Si punu kanë tepër fun, për ka ditë edhe më kanë shumë e lodhshme. Do me thonë kom punu një 4 ditë të javës, po se cilën ditë, kur nuk e kom gjej që jam të dalë në punë, veç jam të dalë më knaq. Nëse ditën e parë nuk kom vozit që jam tut, se zisha me vozit, ditën e dytë, pa të më thonë që dosh me him më shliru, pa ta him me vozit edhe pa ta të qa. 2 herë kom ro kerën. Pa ta vozit qatë shumë, sa që jam shliru krejt, po edhe pse kom ro 2 herë kerën, nuk u bona i sen. Dyqysh, veç të isha kanë me mbërtit, ka me më thonë kështu, se nuk e rëksha shumë, pulida. Nuk e rëksha shumë, po kështu të veç e kom grith. Anyway, te për qëlle pa të marrë, pas ke ro kerëna, hajt moj, edhe unë e veç u shlirova, thash, what the fuck, qa është kë ragim? Për e pa ta prita është të catch, kështu që kanë me ragu, po jo, sa aloj është ke fillim edhe nuk i desha që janë personat në zyre. Anyway, Red Bulli ka shumë evente, përveç asaj, so herë ti është në vend ki mu knaq. Edhe pse të bjerë me punu, po jo çdo punë është e lehtë qysh, ka të këshësh. Po sa herë që ke punu, e ke pas me një aktivitet ndryshe, një ditë ndryshe. Kam shumë eksperiencë, kështu në tru për mi tregu, po diqysh a i ke pa kur t'kallëzën që si raste dhe si ngjarje nuk do kanë fani. Tash për ja të regoj një ngjarje, qysh kam fitu një televizor, që jam kanë të punu në Red Bull.
Red Bulli zakonisht e marrë këtë ne në fund vitit edhe kur hina kështu mbrana të qaj vende, do të mi marrë do kështu numra si loto. Edhe kam pas shumë shpërblime, po një ndër shpërblime më të mdoja u ka një televizor. Edhe na krejt ne e tu knash edhe erë qajo koha për mi përzgjedh numrat edhe kush ka fitu. All of a sudden, krejt në fund, ka numri jam edhe ka shpërblime për televizor. Nëse sen se akum pa hajrë në kësaj pune. Kom fitu një televizor. Është një ndër punat nashta që ja u kisha tesht njerëzve për me apliku edhe me ja nis me punu. Kur je student, do më thonë, më nëshme hi me punu qëto, edhe me bo qitë punën që kom bo one. Unë pilot do foto qëto edhe do video, se qysh kom kalu, edhe qka kom bo. Eventet që i ka Red Bull i ka shumë interesant, i ki Wings for Life, u ka ndje, e i ki këto janë do me motora, në Sunny Hill, po, një event u kanë pit stop në Sunny Hill, u kanë kështu m'ja ndru formula, edhe në këto ato gumat e mdoja, m'ja ndru rotat. U kanë një ndër eventet të mija favorite, që eventi kena bo 4 ditë më do këtë u kanë, mund patra 3 herë me najtë të qaj event. O zot, ka pas për shpërblime për njerës, adin sa shpejt më nëshë m'ja hek gumën kerët edhe m'ja vnu, më kanë shumë të evente interesante. Nëse isha kanë edhe njerë studente, isha him pun prej fillimit vitit, deri kur e kisha kry. Ardë puna për me lanë, për arsye se krysha fakultetin edhe normal kur të krym fakultetin nuk mund është më kanë pjesë e kësaj pozite, which is very sad, po si do që të jetë, është një ndër punët që nëse isha këthy kështu në vite, gjithmonë kisha i me punu. Në i punë ma fun, në Kosovë, në botë, nuk ki del me kërë dhe shkon ku dush. Edhe veç ki me kry misionin, raportin fund edhe. Unë i kom pas një kolege, ajo hala është këto, po është në pozit tjetër. Edhe kur delshëm unë edhe që ajo, për që mes shumë 12 orë në punë, kas shkojshëm, e këshëm kërën, naft po, edhe veç ja kom pa hajrin shumë. Si person më ka qelë te për shumë, më ka hek prej insecurities, mi ka hek krejt. Qatë ko pata fillu me bo TikToka, pata pa shumë banet bukra në Kosovë, edhe e para që unë pa hajrin është që di me vëzit kërë. Pa lidhe me thonë, s'për vjen me lavdu vetëm, po shumë mirë di mi gra kerit për shkak të Red Bullit, se gati gjithë ditë nga beke me dalë. Sa i përket pjesës financiare, jam kanë tepër e knaqët. Jam knaq me qata që e kam fitu, tepër jam knaq se kom ditë edhe me shfridzu, edhe kur kena dalë në punë, dishysh qka s'kena mujt me bo, kena mujt me marrë edhe sene falas, se veç i e kompenzu me Red Bulla. Sorry to say that, për juve. Po, sa i përket neve student marketeers, qka s'kena bot, edhe tepër e kena shfridzu mirë, nërmjet veti shumë e kena që mirë, edhe se veshin do momente kështët, po kur të këqysh ma shumë rrën me ta se sa me qpis. Raportit i kam shumë të mira, sa që sa di kom thonë po du me ardhë dhe me bo një vlog. Dhe më kanë thonë po. Edhe goal e jamja për qit vet është mi bo 10.000 subscribers në YouTube, sa të mu lidh goja. Okay. Edhe mos harroni mi bo like, subscribe, se në 10K, kur ti bëj 10.000 subscribers në YouTube, e kom një surprizë për juve, edhe ajo mbetet surprizë. S'po du me sqaru se qka është, po that's my goal, mi bo 10.000 followersa në YouTube. Okej, edhe sa për fund, po du me bo një unboxing që saj dhuratës që ma kanë dhënë Red Bulli. Besoj që e keni pa dhe summer edition që ka dalë, edhe këto përshun krah për verën tonë. Kur e qejt, qëto i kena 2 Red Bulla, the original, edhe që të summer edition që është eria, edhe është me sudachi lime. S'kisha një për këtë sudachi najherë. Qëto e kam një ring, light ring. Tja hiki qëto të bëj një ASMR. Edhe këto tamën për me shti kështu të telefoni, edhe shkruan Red Bull. Qëto e pas ka edhe një adapter. Këto veç edhe me lanë që shtë në shpe, në domë. është super, kështu që faleminderit shumë
që e keni këqyr videon deri në fund, like, subscribe edhe shihem videon e radhës. Ciao!